Dëshira e migrantëve për të pasur një shtëpi të dytë në Shqipëri është sigurisht që përveç të gjithë asaj, nëse mund ta quajmë kështu ndjenjës nacionale, dashurisë për atë dherun, që kjo tregohet që në shtëpinë e parë, shtëpia e dytë ose investimet në pronat e paluajshme në Shqipëri ka filluar sigurisht me rritjen e njerëzve të cilët e shikojnë Shqipërinë si një vend shumë të përzgjedhur turistik. Mund ta shikojmë se duke qenë se numri i turistëve në Shqipëri është rritur ndjeshëm, madje statistikat tregojnë që janë me miliona në kohën, kanë arritur 1 milion me sa di unë në kohën e sezonit. Kjo ka bërë që shumë shqiptarë ta shikojnë si një biznes madje. Pra ajo dhënia e shtëpive me qira ditore, hotelet, këto kanë bërë që të përfitojnë nga ky fluks i turistëve që vizitojnë vendin tonë. Dhe sigurisht që ka shtuar edhe dëshirën e shqiptarëve që ti mirë përdorin parat e tyre dhe pse jo në Shqipëri.